Kanë mbetur edhe 10 minuta para se të fillojë seanca. Që gjitha partitë, të përfshi edhe parti tjera parlamentare, zgjidhjen edhe fatin e tyre politike kërkojnë të LDK-ja. Por kur flasim për pushtetin, atëherë flasin me egon e fituesit, ose të një fituesi simbolik i cili mund të dirigjoj zgjedhjen e organeve të reja, formimin e institucioneve të reja, siç është Kuvendi edhe Qeveria e Republikës së Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës është i vetmi subjekt politik parlamentar që ka dhënë qendrim dhe ka zgjuar zgjidhje për dalë nga kjo situatë dhe për t'ju mundësuar qytetarëve të vendit, por edhe Kosovës formimin e institucioneve të reja, institucione që përkojnë me unitetin e kërkuar për shkak të polarizimit dhe ngjarqit politik që ekziston në Republikën e Kosovës. Ndërsa të tjerët më shumë kanë folur për dëshira ose koncepte që në fundit vetëm vazhdon ngjarqi ose vetëm vazhdon thirrja e seanca pa asnjë produkt të vetëm. Fajtori kryesor i kësaj gjendje është lëvizjave të vendosjes, sepse ajo i ka numrat më të mëdhej të deputetëve për të ofruar zgjidhje. Ndërsa ata zgjidhen po e kërkojnë qoftë me joshje, qoftë me gjëra tjera, por nuk janë të interesuar për ndonjë marrëveshje politike e cila ndihmon Kosovën edhe në zhvillimin tash të dëmtuar ekonomik, por edhe në integrimin e dëmtuar ndërkombëtar edhe euroatlantik. Po e përmendet joshjen, pikërisht është deklaruar kohëve të fundit që ka pas deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës që janë tentuar të joshen nga partia deri tash në pushtet, a ka pas të tillë nëse jeni kontaktuar edhe ju personalisht? Jo, unë as nuk jam kontaktuar dhe as nuk ta quaj kështu në gjuhën në zhargonin popullor, nuk guxon askush të më kontaktoj jashtë subjektit tim politik, sepse votën e marr nga elektorati i LDK-s dhe ati i qëndroj besnik. Por këtu i përfaqësojnë